humor nuk i bën keq askujt. Ngjarjet e fundit në futbollin shqiptar ishin të mjaftueshme për të ngacmuar deri aktorët e Portokallisë, të cilët në mënyrë spontane japin mesazhin se klubet shqiptare përveç investimeve të konsiderueshme, me siguri duhet dhe një aktor në organik. Nga prezantimi fillestar në analizën e dhomave të zhveshjes, rastet se si mund të pësosh gol pa u vëre, dhe në fund mesazhi se ky futboll nuk duhet shndruar kurse në një portokalli. Beskallaku zbret në fushën e lojës. Është e turpshme për gjithë shqiptarët edhe për gjithë futbollin shqiptar. Janë tu harxhu miliona euro stadiume, jo stadium në Elbasan, jo Loro Boriçi në Shkodër, jo do bëhet edhe stadiumi këtu në Tiranë. Janë tu ardhur firmat e huaja të investuar në futbollin shqiptar, janë tu ardhur futbollistët e kombëtarë, që luajnë me kombëtarën, tu ardhur luajnë në kampionat shqiptar, miliona rroga, nuk e di çfarë më thon. Po mos me investuj 300-400.000 lekë muj për i futbolist që tjetë aktor edhe disi me elon golin, po kjo është turp më. Po ku është të shku futbolli shqiptar kështu më vlla. Po është turp më vlla. Po ke sa çuna ke që kanë marrua akademinë e ardheve e në sillin pazarit kot. Ose punojnë kamarjera. Merre vlla, çat kushto. Jepi 300.000 lekë, aq do. Vetëm sa më e fut i 5 minutë anë ka funi që ta lej golin e ne mos ta kuptoj kush më vlla. Jo më u bë gjithaj turp i madh siç u bë e mori vesh gjithë stadiumi, gjithë publiku, gjithë Mileti që u la goli Kastile. Është turp valla. Kështu që unë si futbollisti mamursi që jam, edhe aktor njëkohësisht, do ju mësoj si të lihet goli pa e kuptu publiku. Faleminderit. Me siguri jeni kurioz të dini se si ka mundësi që në 5 minutat e fundit të dy ndeshjeve, lojtarët mezi arrinin të shënonin gol, megjithse kundërshtarët fare hapur preferonin të lëshonin. Në kësi rastesh duhet të jesh edhe pak aktor. Të shtesh që që kam thërë, kënë të fut në fush. Në non, në modrat të zgjidhe, më vëshë. Të shtek, keni për të lujtë fort, dhe ka funi keni për të lujtë fort, se jena të fort si shok. Më vëshë, bi, kërë ka telefonë? Fika telefonë! Jena të fort si shok, rëp të shpijës të bish. Keni të fut në fush atë, anë keni për të lujtë fort, dhe më fund. Më të vëshë. Anë ka funi, kena të pakina për të bëhe, po dhe më fund keni për të lujtë fort, se të rritët koeficienti. A më të vëshë, a më e pish. Si që ka thonë në leftë të Zahiri, ajo mbrojtja më mirë o stulmi. Pish! Pish! A ne ka funi shifë bëhe, thonë vetë. Rëp të shpishë, Po vlla, jam neshje. Mos me rëpje, mos! Mos me telefoni, mos e kisha menen, mos! Rasti dytë është kur ti ngatro bluzën tate me bluzën e kundërshtarit. Ty duket sikur tu ja pasu portierit, po ndërkohë ai është kundërshtari. Vazhdojmë. Kapitane! Mos më ngatrova bluzën, mos më... E bone? O, sa bugur. Hajta bëjmë i selfie bashka. Rasti tjetër është kur portieri jot shprish punë dhe ti do me ilon gol mbrojtësit sulmusit mrapa. Filloj. E bëjmë edhe i herë. E, qa bohë? Po qa bohë? Po të rishit, unë s'kam të vra. Hajde dhe herë. Mos me rëpje, mos me rëpje, mos me! Ndonjëherë ndodh që portieri nuk di asgjë, por dhe në një situatë të tillë ka gjithmonë një zgjidhje. Të shmita! Jërë të shpike! Humori është gjithnjë i këndshëm dhe cinik, por mesazhi kurse si nuk duhet ngatëruar. Futbolli nuk është për aktorët, ai është për lojtarët dhe tifozët. Sa më rrallë humore të kësaj natyre.